Andon, të përshëndesh, si është situata në Selin Blu, ndërsa dhe pak më herë ne kemi raportuar ikin në një prej partive Aleanca Maqedonase, e cila nuk do të jetë më pjesë e koalicionit. Si pritet të jenë listat e PD-s? Nuk ka ende një listë përfundimtare, vijojnë ende të negociatat, madje të vështira në Selin e Partisë Demokratike. E fundit që ka hyrë në Seli është drejtuesja politike për diasporën Josefina Topalli, e cila si drejtuese politike do të jetë në listë të mbyllur, por përflitet tashmë në tre qarqe mes Tiranës, Shkodrës dhe Elbasanit, për shkak se ka filluar edhe sajimi i listave për të përfshirë sa më shumë kandidat të votuar nga primaret e Partisë Demokratike. Para Josefina Topallit në Seli ka hyrë Nart Doka, aleati, kryetari i Partisë Demokristiane, i cili po ashtu synon listë të mbyllur ose të hapur në Shkodër apo në Tiranë, më tepër listë të hapur në kryeqytet. Ndërsa në negociatat e tjera vijojnë edhe partitë të vogla aleate, të cilat më tepër synim kanë listat e hapura. Pra, si qoftë në listë të mbyllur apo qoftë në listë të hapur, vijojnë negociatat, siç e theksova, jo vetëm kandidatët e primareve, por edhe aleatët janë të pakënaqur nga listat cilat po thuren nga Selia Blu. Pak më herët u njoftuan për largimin e aleatit të parë, Partia Aleanca Maqedonase për Integrimin Europian, pasi Vasil Steriovski, kryetari i saj, na konfirmoi për ABC News se nuk ishte pranuar propozimi i tij, qoftë edhe për një vend në listën e hapur të qarkut të Korçës apo edhe një vend të hapur në një qark tjetër. Deri tani nuk ka largime të tjerë aleatësh nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore, por jo të gjithë aleatët kanë mbërritur në Selin Blu për të mbyllur negociatat, por edhe për listën, po. Një pyetje, se the pak më sipër, janë orë të vështira dhe duket se Selia Blu nuk e ka as pak të lehtë të përpiloj në listat e kandidatëve. Çfarë e bën kaq të vështirë? Fakt marrim si shembull qarkun e Tiranës, pasi për qarkun e Tiranës ka pasur edhe më shumë kandidat në primare, por edhe aleatët më tepër synojnë në këtë qark. Lista e mbyllur ka vetëm 12 kandidat. 8 prej të cilëve tashmë janë të mbyllur me në krye Sali Berishën, Flamur Nokën, Albana Vokshin, Edi Palokën, Belind Këlliçin, Josefina Topallin, e cila është në pikpyetje, Besar Xhaferin e Forumit Rinor, Tedi Blushi dhe Erisa Xhixho nga Partia e Lirisë, dhe Fatmir Mediu me Shpëtim Idrizin, cilët janë aleat dhe po diskutojnë të gjitha skenarët që Fatmir Mediu të katapultohet në Fier dhe Shpëtim Idrizi ka në fakt një ide mes dy palëve për të dalë në listë të hapur, por ende nuk është e konfirmuar. Ndërsa Josefina Topalli mund të largohet në një qark tjetër. Pra, loja bëhet vetëm për 4 vende në listën e sigurt, ndërkohë që për gratë, për shembull, ka vetëm një vend të lirë dhe janë 3 konkurrente në një konkurrencë të fortë me njëra tjetrën, deputetet Jorida Tabaku, Dhurata Çupi, apo edhe antarja e Këshillit Kombëtar Ilda Zhulali, njerësh edhe antare e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Ndërkohë, nga burrat presin në radhë dhe më të votuarit në kandidatët e primareve të Partisë Demokratike, të cilët deri më tani nuk është siguruar asnjë vend në listën e mbyllur. Po ashtu edhe Durrësi është në pikpyetje për shkak se ka 2 drejtues politik, Oer Bylykbashin dhe Genc Razimiri në listë të mbyllur të sigurt. Një garë e fortë është për një kandidatë grua dhe gara po zhvillohet mes Manjola Lukut, e cila ka marrë mbi 400 vota në primare, dhe zdënses së Sali Berishës, Floriana Garo, e cila mori vetëm 32 vota në primare. Artan Luku nga Partia Agrare Ambientaliste do të jetë po ashtu në listë të mbyllur. Nëse është lufta midis grave, edhe pse Floriana Garo mos gaboj nuk mori shumë vota në primaret në Durrës, çka do të thotë që primaret nuk kanë patur asnjë efekt në këto lista? Këtë do e vendos kryesia dhe Këshilli Kombëtar, por Sali Berisha e paralajmëroi një ditë pas rezultateve të primareve se nuk do të respektohet kuota. Pra, Floriana Garo apo edhe shumë kandidat dhe kandidatë të tjera nuk e kanë arritur pragun. Por këtu lind pikpyetja se si do të mbushet lista e hapur e Partisë Demokratike, ku shumica e kandidatëve nuk kanë arritur të marrin as sa pragu i caktuar për çdo qark. Pra, nuk do të respektohet kuota, kjo është e para, dhe e dyta është fakti se edhe vetë Berisha e ka paralajmëruar se nuk do të merren parasysh rezultatet e primareve. Po çfarë do të bëj Berisha sot për këtë? Do të mbledh fillimisht kryesinë dhe më pas Këshillin Kombëtar
dhe do ta shohim a do të shkel sërish doktori statutin, ashtu siç bëri me drejtuesit politik, duke i erdhur kandidaturat për votim në Këshillin Kombëtar. Do të shohim andon se si do të përpiloni dhe listat e Partisë Demokratike. Unë falenderoj shumë për këtë raportim.